Ëmbrëmu bë hapja panairit të ushqimeve të organizuar nga Departamenti i Gruas pranë Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren. Panair ky që organizohet për hir të katërt, ku ishte i pranishëm dhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame nga Prizreni, Valon Efendi Ibrahimi dhe kryeimami Orhan Efendi Bislimaj, së bashku me kolegë të cilët vlerësuan lart këtë nisëm humane. Departamenti më në krye të zonjës Mërgime Kalenderi, nisëm kjo e cila nuk do të ishte mundur pa përkrahjen e grave tona, duart, arta dhe bizniseve të nderuara. Panairi i ushqimit organizohet nga Departamenti i Gruas është i katërt vit me radhë, duke e parë përkrahjen e nanave tona, grave tona, edhe bizneseve që janë mbështetje tonë, neve po na japin më shumë vullnet për të vazhduar me këto punë bamirësie. Lut Zotin Gjeleshanu gjithë ata që kanë kontribu, t'ja ushtoj bereqetin, t'ja shëndet e mira, me shpresë që ky aktivitet është bërë tradit dhe do të vazhdoj edhe shumë vite të tjera. Mjetët dedikohen personave në nevojë, familjeve që kanë nevojë, edhe një pjesë e këtyre mjeteve do të dedikohen për fëmijët e mektivit që ndjekin rregullisht vijojnë mësimin në xhamitë tona në gjithë rajonin e Prizrenit, duke përfshi Prizrenin edhe fshatrat. Mjetet e grumbullora shkojnë për çështje humanitare si dhe për aktivitetet e Departamentit të Gruas. Ky panair prej vitit 2022 është duke funksionu, e kemi realizu, është shtu vizita e personave të ndryshëm, sidomos kemi edhe vizitor të rastishëm turist që duke kalu e shohin edhe nale na vizitojnë. Jemi të kënaqur me vizitorët.